Një konflikt me armë zjarri në një lokal në lagje 28 nëntori në Elbasan ka përfunduar me arrestimin e autorit të dyshuar vetëm pak orë pas ngjarjes. Incidenti u regjistrua rreth orës 13 në ambientet e jashtme të një lokali ku 52 vjeçari me iniciale PB dyshohet se ka tentuar të qellojë me armë zjarri ndaj 50 vjeçarit me iniciale EK. Pas marrjes së njoftimit, policia organizoi kontrolle dhe veprime të njëpasnjëshme për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar. Në kuadër të operacionit të koduar reagimi, shërbimet e policisë mundën të lokalizojnë dhe arrestojnë 52 vjeçarin. Gjatë operacionit u gjet dhe u sekuestrua edhe një pistolet e dyshuar si arma e përdorur gjatë ngjarjes. Arma do t'i nënshtrohet ekspertizës balistike për të përcaktuar nëse është përdorur në tentativën e dyshuar të vrasjes. Ndërkohë hetuesit po analizojnë edhe pamjet e kamerave të sigurisë dhe dëshmitë e personave të pranishëm për të rindërtuar të gjithë dinamikën e ngjarjes dhe për të përcaktuar motivin. Deri tani nuk raportohet për persona të plagosur. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësisë penale të 52 vjeçarit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.